mendoni mirë për kë votoni, se në pushtet kanë qenë të gjithë partitë e mëdha dhe nuk kanë bërë gjë për Shqipërinë. Pajzolin. E ndritika. Shqipëria nuk është bërë si vend e fqinje apo një vend më të vogël si Shqipëria. Pajzolin. Shqipëria sot është në krye në shumë aspekte të këtij rajoni i dashur Endrit. Dhe Shqipëria sot është në krye edhe të procesit të bashkimit me Europën në këtë rajon i dashur Endrit. Dhe Europa nuk të afron edhe nuk bashkohet me ty nëse ti je kështu siç e përshkruan ti Shqipërinë. Kështu që mos u trëmb nga përparimi i Shqipërisë. Nuk duhet të vi keq që Shqipëria përparon. Nuk duhet ndihesh keq që Shqipëria ndryshon. Nuk duhet të ndihesh ngushtë që Shqipëria sot është ulur si e barabartë në tryezë me fuqitë e mëdha të Europës, se është vendi yt, siç është vendi im, dhe nuk ka rëndësi kush e bëri dhe si e bëri. Rëndësi ka që po bëhet. A më kupton? Pastaj do që ta bësh më mirë bujrum. Mendon se tjerët e bëjnë mirë bujrum, vetëm jo kështu. Ik me nder dhe lër të rinj të japin kontributin, bollë mbajtje pushtetin e dështuar. Neti këtë e vendos populli Neti. Fatmirësisht e vendos populli që nuk ka mendjen tënde. E kupton? Është një gjykatës shumë i madh, suprem, sovran. Dakord? Edi Rama Frikacak në mbylljen e fushatës bëri deklaratën për mos të votuar. Frikacaku do shkoj te SPAK, o Edi Frikacak e ke gati për në SPAK, Anila. Një bejte kjo, bejte me rim, vargje, me rim. Po, pa tjetër, edhe ty të bëj thirrje që mos votosh, Anila, me që e ke mendjen në kënet. Dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënet, se është diçka që nuk është higjienike, e pamja as politike, as qytetare, as kombëtare. Ja, kjo është, nuk është higjienike. Fare. Mos shko të hidhesh në kënet atje. Këtë thirrje të bëj unë. Pastaj këto të tjerat ja lëm kohës. Nuk më vjen keq për ato patronazhista që janë nga rrethet, që i bajnë komplimente se nuk e njohin Shkodrën. Por më vjen keq për ata pak patronazhista që janë nga Shkodra që i thonë bravo. Do ju baj një pyetje, çfarë ka bërë për Shkodrën? Tashti Jolanda nuk e di, po unë them që Shkodra flet vetë se çfarë kam bërë unë me Benet Becin dhe me qeverinë tonë për Shkodrën. E flet vetë Shkodra, boll të hysh, boll të fillosh nga hyrja e Shkodrës dhe nuk ka nevojë fare as të pyesësh njeri, as të marrësh përkthyes, as të kërkosh guid, as të kërkosh parti të shpjegoj, as të duhem unë fare, thjesht leja syve të shohin e të thonë. Që nga hyrja e Shkodrës, edhe vazhdo pastaj nëpër Shkodër, nëse ke kujtesën që ishte një qytet i zhytur në plera edhe në zymti, do ta shohësh vetë se çfarë është bërë. Apo e bani koha, si tu edhe ti, e bani koha. Veriut i vuri traun. Veriut si bani një rrugë, Lezhë mbytet nga trafiku dhe vjen këtu kërkon votën për të diskriminuar Veriun. Mirë ti se vjen, po këto që dalin shesh Zef Pjetri, o Zef,
Po çfarë flet mor Zef? Çfarë flet mor miku im, çfarë flet? O Zef. Po si nuk është bëha gjanë Beria, po do të fillojmë të numërojmë, po mirë më që po flet për Lezhën, ajo rruga Shëngjin Velipoj. Është në Veri ajo, apo është këtej nga jugu? Shëngjin Velipoj. Një aks që është premtu, është prit prej shumë vitesh. Po thuma nga Shari është në Veri apo është në jug? Milot Baldreni fillon së shpejti, lidhet kontrata për pak. Sa po të shpahet fitusi, se është në proces. Po rruga që shkon deri lart në Vermosh, është në Veri apo është në jug? Si thu? Po rruga e Thethit, mor mik, deri në Altë në Theth, e re, e Veriut është apo është e jugut? Po rruga Arbrit, si dhe llogarit Dibrën ti, me gjithë se Dibra është bërë Tiranë, tani edhe mund të thush jo se është rrugë Tiranë, dakord, po ta fal. Po rruga e Lurës, ku shkon, si është? Po rruga e Komanit, është në Veri apo është në jug? Po rruga e Dugagjinit, ku është? Dhe këto janë të gjitha akse strategjike për turizmin, përsia të shfol, edhe s'është bërë kurrë asgjë. Të gjitha këto janë o të bëra, o kanë tjera që po të flasu. Si bëhet? Si bëhet? Mërzef. Aty ku thua ti tek trafiku në verë, aty është i nevojshëm të bëhet bypassi i Shëngjinit. Edhe projekti është gati dhe edhe bypassi i Shëngjinit do të bëhet dhe do të kemi një të shqirim aty. Por në verë, me gjithë këtë dyndje turizmit, kështu ndodhe edhe në vende tjera me turizëm të zhvilluar dhe masiv. Kështu ndodhe, Zef. Po tash po shifim në Shkodër në datën 11 dhe ta shohim se çfarë mendojnë edhe të tjerë në Shkodër. Nuk është ai bufa do jemi ne. Po votuam ju përsëri dhe ngre 2 gishtat. Po pse flet shumë apo ti s'm ke votuar asnjëherë më sa dik që ngre 2 gishtat? Ai është buf, edhe çfarë bufi, buf kënete, se ka lloj bufash. Po ai kënetës është, mos e pyet, katran me bojë është bufi kënetës. Kështu që është buf dhe nuk e lun topi. Ti ke frikë zgjedhjet ndaj bon cirk çdo ditë, Renato.